Mundësit më të mirë të Shqipërisë të kategorisë së moshës U15 dhe U17 konkuruan këtë fundjavë për 2 ditë me radhë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës, një aktivitet kombëtar që organizohet pas një periudhe pauze disa vjeçare në kryeqendrën e Veriut, gjë që u prit mjaft mirë nga tifozeria që përcollën entuziazëm në Pallatin e Sportit. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Mundjes, Isa Merki, vlerëson organizimin e këtij aktiviteti. Mbas shumë vitesh, Federata Shqiptare e Mundjes ka rikthyer të zhvillojë kampionatin U15 U17 për stilin greko-romak dhe mundjen e lirë, të zhvillohet në Shkodër. Deri tani aturia po shkon shumë mirë. Qëllimi i këtij aktiviteti është që Shkodra ta ndjejë nga afër zhvillimin e këtij aktiviteti, fëmijët ta suportojnë dhe ta shohin nga afër sportin e mundjes. Dhe pse jo të rrisin masivitetin në ekipin e mundjes të Vllaznisë. Aktivitetin e ndoqën nga afër dhe veteranët e mundjes, Det Bregu, Elias Guri dhe Dilaver Cufi. Ky i fundit në cilësinë e sekretarit të shoqatës së mundjes Vllaznia, shpreh kënaqësinë që sporti i mundjes rikthehet në Shkodër, ku ka traditën e hershme. Bashkë jena të një këtë aktivitet mundjes, bashkë me 2 mjeshtrat e maj, Elias Gurin edhe Det Bregun, ata drejten në emrin të shoqatës të mundjes, të veteranëve të mundjes të Vllaznisë Shkodrës. Falenderojmë Federatën e Mundjes që na solli, mas shumë viteve na solli këtë aktivitet kaq bukur ashtu. Edhe besoj se Vllaznia e Shkodrës, edhe Shkodra e meriton një aktivitet tillë për ashtu. Se është nostalgji e madhe edhe na më thënë drejtën me kënaqësi po njeku këtë aktivitet edhe po shoh da sportista da talenta shumë të mirë që është edhe po serviten me pasion e me dëshirë në drejtimin e trajnerit Altin Anza, që e ka me shumë qejf edhe me shumë pasion. Edhe shpresojmë bile po shoh talent që janë tamam e ardhme për mundjen shkodrane. Në konkurimin e disiplinës së mundjes së lirë, vendin e parë si ekip e fitoi Jonas Wrestling me 189 pikë, ndjekur nga Vllaznia me 162 dhe Kuksi 160. Nga ekipi Vllaznisë drejtuar nga Altin Anza, figurën më të mirë sportive e bën Amer Faslia dhe Enes Anza, që u shpallën kampion kombëtar individual në peshat 62 dhe 75 kg.